Sterilizimi, monopoli i ri i Allajbeut. Disa personazhe të lidhur ngushtë me biznesmenin kryesor të spitaleve private, Klodian Allajbeu, kanë marrë në kontroll tendrat miliona euro të operatorit publik të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale. Nëpërmjet një dore në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila për momentin është e padukshme, Allajbeu po krijon monopolin e fondeve publike në këtë deg të sektorit spitalor, duke forcuar rolin e tij në përfitimin e pjesës më të madhe të tortës së fondeve qeveritare. Të dhënat e publikuara më herët e vendosin Allajbeu në pozitën e përfituesit fundor në të paktën 2 nga 4 kontratat koncesionare në shëndetësi, tek shërbimi hemodializës dhe tek ai laboratorëve mjekësor. Por, me përfundimin e afatit të koncesionit për një kontratë të tretë, atë të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale, tashmë Klodian Allajbeu dhe fije e tij po e vendosin në kontroll nëpërmjet tendrave pagar dhe të dyshuar si të paracaktuar. Miliarda pagar. Të hënën e 13 korrikut, operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit, SHA, një strukturë varësi të Ministrisë së Shëndetësisë, publikoi rezultatet e 3 loteve të një tenderi të ndarë në 4 tillë me objekt mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore për sterilizimin për periudhën 24 muaj. Të 3 lotet janë fituar nga njëjta kompani, MSE SHPK. Ndërkohë, priten rezultatet për lotin e 4. Procedura e prokurimit u shpat në 5 maj 2026. Në total, në dispozicion të kompanive të interesuara u vendos fondi limit prej 295 milion lekësh të reja ose rreth 3 milionë euro. Në dokumentet e tendrit, emërtimi i loteve është thuajse i njëjtë, por me shifra financiare të ndryshme. Mirëmbajtje fullërisë pajisje mjekësore për sterilizim prodhues CISA ose ekuivalent me fond limit 60 milion lekë të reja, loti 1. Mirëmbajtje fullërisë pajisje mjekësore për sterilizim prodhues TIPCO ose ekuivalent me fond limit 191 milion lekë të reja, loti 2. Mirëmbajtje fullërisë pajisje mjekësore për sterilizim prodhues Teknogas ose ekuivalent me fond limit 38 milion lekë të reja, loti 3. Mirëmbajtje fullërisë pajisje mjekësore për sterilizim prodhues Teris ose ekuivalent me fond limit 3.3 milion lekë të reja, loti 4. Autoriteti kontraktor ka dhënë një shpjegim zyrtar për ndarjen e lotet e një tenderi, që është tërësisht i njëjti në secilën ndarje. Institucioni thotë se shërbimi që kërkohet nga ky tender është shumë specifik. Sipas tij, për të siguruar një shërbim të qëndrueshëm, është parashikuar që secili lot të fitohet nga një operator i vet. Nisur nga natyra e shërbimit, për arsye të mbulimit me shërbimin e kërkuar gjatë gjithë kohës dhe të vetë specifikës që ka autoriteti kontraktor. Ofrimi i këtij shërbimi nga disa operatorë ekonomik për secilin lot nuk është i pavarshëm dhe krijon vështirësi autoritetit kontraktor për marrjen e shërbimit në kohën e dur. Shkruhet në dokumentat standarde të tendrit me fond limit total 3 milionë euro. Qëllimi, sipas asaj që shkruhet në dokumentet zyrtare, duket i mirë. Operatori shtetëror i sterilizimit synon të marrë një shërbim të plotë në një kohë sa më të shpejtë. Megjithatë, situata faktike tregon një realitet shumë ndryshe nga ai që paraqitet në letër. Deri më tani, 3 nga 4 lotet janë fituar nga njëjta kompani, e cila për më tepër ka qenë edhe konkurrente e vetme në të gjitha procedurat e përfunduara. Redaksia e Media 60 shkoi më thellë në dokumente për të konstatuar një anomali, e cila është sa në pikpyetje ligjore, aq edhe në mënyrë të organizimit të tendrit. Kthehemi sërish tek procedura që ka ndjekur operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit dhe fondi limit për këtë tender. Pikpyetja e parë: pse duhet ndarë tenderin e lote? Ligji për prokurimet publike parashikon ndarjen e një tenderi në lote në disa raste specifike. Një ndër to mund të përmenden tendrat e Ministrisë së Shëndetësisë, në të cilat synohet blerja e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore njëkohësisht. Në këto raste autoriteti publik e ndan tenderin e lote, pasi synohet pjesëmarrja e kompanive të ndryshme, të cilat jo domosdoshmërisht kanë edhe ilaçe edhe aparatura. Në këto raste ndarja e një tenderi në lote është e përligjshme. Por në rastin e tenderit operatori shtetëror të sterilizimit synoi marrja e një shërbimi të vetëm, mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore. Pikpyetja e dytë: a ka lidhje fondi me ndarjen e lote? Për të kuptuar se cili ka qenë qëllimi real për ndarjen e tenderit 3 milionë euro në 4 lote, shkojmë disi më thellë në parashikimet ligjore. Ligji për prokurimet publike parashikon se për tenderat me kufirin e lartë monetar, autoritetet shtetërore duhet të bëjnë shpallje ndërkombëtare, të paktën një gazetë të huaj me shpërndarje të gjerë. Në rastin e mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore, ai që konsiderohet kufiri i lartë monetar është në vlerën 2 milionë euro. Pra, për tenderat të cilën në një lot të vetëm të i kalojnë shumë 200 milionë lekë të reja, autoriteti kontraktor duhet të bëjë shpallje ndërkombëtare, në të cilën u jepet e drejta edhe kompanive të huaja që të marrin pjesë në procedurë. Në tenderin për mirëmbajtjen e pajisjeve të sterilizimit, vlera totale e fondit limit është 3 milionë euro, pra shumë më tepër se sa kufiri i lartë monetar. Në këtë rast, operatori i shërbimeve të integruar të sterilizimit do duhet të shpallte tenderin në të paktën një gazetë ndërkombëtare. Pra, dikush brenda institucionit ka menduar një zgjidhje më fine, një manovër për të shmangur garën reale. Tenderi u nda në 4 lote. Asnjëri prej tyre nuk arrinte vlerën 200 milionë lekë të reja. Vetëm njëri prej tyre, loti 2, arrinte shumë pranë kufirit të lartë monetar me fond 191 milion lekë të reja, por pa e prekur vjen e kuqe. Në këtë mënyrë u shmang gara ndërkombëtare dhe i gjithë cikli u mbyll brenda Shqipërisë. Fituesi i paracaktuar, me një procedurë të dyshim, tashmë është momenti të shohim fituesin. Të dhënat zyrtare tregojnë se në të paktën 3 lotet e mbyllura deri më tani, në garë ka qenë vetëm kompania MSE. Për lotin e parë, fituesi ka paraqitur ofertën 50 milionë lekë, për lotin e dytë 156 milionë lekë dhe për lotin e tretë ka ofruar 30.8 milionë lekë. Tregu shqiptar ka një numër të konsiderueshëm kompanish private që ofrojnë shërbimin e mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore.
të cilat gjithashtu janë fituese permanente në tendrat e zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë apo strukturat e tjera spitalore. Megjithatë, për një arsye të paqartë, asnjë prej tyre nuk ka preferuar të marrë pjesë në tendrin e zhvilluar nga operatori shtetëror i sterilizimit, duke i lënë të hapur rrugën dhe fitoren kompanisë MSE. Për çdo që operon në tregun e pajisjeve mjekësore, është e qartë se kompania MSE me emrin e plot Medical Service Engineering është një krijesë e Claudiana Laibeo. Të gjithë emrat që kanë hyrë kanë dalë në ato shoqëri private janë vartës apo ish-vartës së biznesmenit të spitaleve private. Kompania MSE është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit në gusht të vitit 2018 me emrin fitestar Ashlar dhe me ortake të vetme Denisa Byshyt, administratori i shoqërisë u emëruar Arbër Liçe, i cili punonte njëkohësisht edhe si inxhinier i aparaturave mjekësore pranë spitalit amerikan, i kontrolluar nga Claudiana Laibeo. Në tetor të vitit 2020, pronarja e vetme e Byshyt ishte të gjitha aksionet e MSE-s tek 3 persona. Njëri prej vlerësve ishte administratori Arbër Liçe. Dersi tjetër ishte Elita Tërshana, e cila ka mbajtur për shumë vite postin drejtoresh në shoqërinë Evita. Kompania fituese koncesionit të hemodializës dhe e lidhur ngushtësisht me Claudiana Laibeo. Zonja Tërshana bleu 80% të MSE SHPK. Vlerësi i tretë ishte shtetasi turk Can Kutay Orten me 10% të aksione. Pas ndryshimit të aksionerëve, ata emërohen si përfaqësuese për veprimet financiare shtetëse Nevila Kurti, e cila gjithashtu ishte punonjëse pranë kompanisë Evita e lidhur me Laibeo. Në nëntor të vitit 2022, kompania MSE ndryshon sërish strukturën e ortakëve të saj. Aksionare majoritare Elda Tërshana shet pjesën e saj 80% tek Arbër Teqja, një tjetër emër shumë i lidhur me Claudiana Laibeo. Pak muaj më pas, në qershor 2023, Arbër Teqja i shet aksionet e tij tek një entitet tjetër, Cambridge Pathology BV. Një prej ortakëve të aksionerit të ri është doktoresha Albana Priftaj, ka mbi emrin ndryshe, e cila figuron edhe si shefe e rjetit laboratorik të spitalit amerikan, i kontrolluar prej shumë vitesh nga Claudiana Laibeo. Të gjithë këta emra tregojnë se fije të kompanisë MSE SHPK, e cila po krijon monopolin në tendrat e operatorit shtetëror të sterilizimit, lëvizin nga Claudiana Laibeo. Por ka edhe më tej. Ata prej kompanive dhe personazheve gjenden së bashku në të njëjtin hall, përballë prokurorisë së posaçme. Pak muaj më parë, prokurorët që përjetojnë kontratë koncesionare në sektorin e shëndetësisë urdhëruan kontrollin e disa individëve dhe kompanive. Lista e personave të kontrolluar fillonte me Claudiana Laibeo. Po ashtu vizita të padëshuara nga agentët e Byros Kombëtare të Hetimit patën edhe Arbër Teqja e bashkëshortja e tij Oneta Ymerjaj, si edhe kompanitë Evita, Cambridge Pathology, Spitali Amerikan dhe Ecos Resort. Të gjitha lidhen me një emër, Claudiana Laibeo. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.